tjetër. Kurse fotografia e fundit, këtë foto e zgjedha me qëllimin që kjo ka ndodhë, na jemi tash në 2025 në 2023. Edhe unë organizoj tash e 7 vjetë një mbrëmje artistike të Zvardi Ftyrën, ku sjeli artistët më të shquar shqiptar që janë në Evropë ose Amerikë. Edhe ti prenotësh këta artist, është jashtëzakonisht mund se e kanë agendën super të ngjeshur. E në këtë edicion e kom pas Elbenita Kajtazin, edhe imagjinoj në krejta të rëmuj në atë agendë të artistës në fjallë, koincidon me pranu që me qenë në datëlindjen e 50 timën, edhe unë datëlindjen e kom festu bashkë me edicionin e kur ka ndodhë kjo. E po mirë pas ka ndodhur këto. Po pse kom përzgjedh këto? Unë ndodhi rastësisht, por mendoj që universi është ajo që i rregullon, se unë një jetë tonë, ja kom dediku artit edhe kulturës, Ama ditëlindjen tonë se ke festu kështu? Ditëlindja, jo, kjo ishte festa ma e mirë për mu, se dhe vajzat më thanë, qysh mam se dësht me pas një event veçantë për datëlindje, po unë e kom marrë këto si dhuratë universit, që po më kthej do të krejta investimi në për vite edhe me festu datëlindje në këtë njërë. Ka qenë një mbrëmje jashtëzakonshme. Faleminderit shumë. Tani, gazetaria është punë me përkushtim. Gazetaria e kulturës e di më shumë specifike, sidomos sot. Kur e sheh fotografinë e parë, je bia e dikujt që duhet t'ja arsyetoje profesionin. Ka besuaj gjithmonë mu. Pastaj, të fotografia e dytë je nëna e dikujt që duhet t'ja shpjegosh sfidat e këtij profesioni. Cilën e ke më të vështirë, ose cilën e ke pas më të vështirë? Mendoj që në fotografinë e dytë se pavarësisht pra asaj që edhe nëse e mri një sukses jashtëzakonshëm, kur nuk mundemi me qenë mësues për prindër. Mendoj që ata e kam pas atë rolin për me na tregu rrugën edhe misioni ma i vështirë është tash për në raport me vajzat edhe të pas parasysh që tash është roli prindërimit ka ndryshu për shkak të rrethonave që ka ndryshu në raport të rritjes së fëmijëve, tash edhe roli prindërimit është më thëmë tepër ma i vështirë edhe pak është ma sfiduese. Faleminderit shumë. Urojm shumë suksese. A ka art pamëjtësi politike në Kosovë? Sepse krijohet një përshtypje që ti mund të bësh librin më të mirin, me vlerat më të larta, por nuk të erdhën në promovim figura edhe nga politika, sikur nuk ka mbush syrin njerëzve. Kjo është një mendim i gabuar, edhe për eventet të ndryshme që ndodhin edhe që vrapojnë që nëse vjen dikush prej figurave politike, njën ma të përmbushur,